Nëna braktisi fëmijën e saj nga frika e urisë. Ajo nuk iku nga fëmia sepse nuk e donte, iku sepse barku i saj ishte bosh, sepse frika nga uria ishte më e madhe se frika nga Zoti, nga njerëzit, nga vetja e saj. Dhe atë natë, nën shi, një nën e la gjakun e saj në një prag dere, duke shpresuar që dikush tjetër do ta ushqente më mirë se ajo. Era frynte fort atë natë. Ishte nga ato erëra që ta futin të ftohtin deri në palc, edhe nëse je i mbuluar. Ajo ecte ngadalë, me hapa të vegjël, sikur çdo hap t'i peshonte sa një mal. Një krah mbonte një batanie të vjetër, dhe brenda saj një foshnjë që ende nuk dinte se çfarë është uria, por e ndjente. Fëmia çante jo fort një çordje e lodhur. Çorje e një krijese që tashmë ishte mësuar me mungesën. Nëna ndaloi, e shikoi fëmijën, e afroi në gjoks, lotët i rrëshqitën pa zë. Falma, po shpëriti, jo fëmijës, por vetvetes. Ajo kishte ditë pa ngrënë, kishte shitur gjithçka, unazën e martesës, shallin e fundit, madje edhe një palë këpuc. Burri i saj kishte ikur muaj më para, për punë kishte thënë, nuk u kthye kurrë, as një fjalë, as para, as shpresë. Fëmia ishte gjithçka që i kishte mbetur, dhe pikërisht për këtë, ajo mendonte se po ja shkatërronte jetën, sepse çfarë jete është ajo kur qumshti i mungon. Kur fëmia çan, e ti s'ke çfarë t'i japësh veç gjoksit bosh dhe lutjeve të thyera. Ajo arriti te një shtëpi e vogël, dritat ishin ndezur, brenda dëgjohej zë, ndoshta dark, ndoshta jetë. I puthi bollin fëmijës, 1 herë, 2 herë, 10 herë. Ja la një letër të vogël në batanie, me dorë që i dridhej, kishte shkruar vetëm kaq: ju lutem, mos e kërkoni nënën e tij. E lash sepse e dua dhe sepse uria po e vriste. Troket 1 herë, 2 herë, pastaj vrapon. Nuk guxoi të kthehej pas, sepse nëse do ta dëgjonte zërin e tij, do të kthehej, dhe kjo do të ishte fundi i të dyve. Vite më vonë fëmia u rrit me një emër tjetër, me një shtëpi tjetër, me njerëz që e deshën, por pa ditur pse çdo natë kishte një zbrasti që s'mbushej. Ndërsa ajo punonte pastruese, ditë e natë. Çdo fëmijë që e shehte në rrugë ja ndalte frymën, çdo çorje foshnje ishte si thik në zemër. Ajo nuk kërkoi kurrë ta gjente, sepse mendonte se nuk e meritonte. Një ditë, në një stacion autobusi, një djalë i ri zgjati dorën, i ra portofoli. Ajo e pa në sy dhe bota ju ndal. I njëjti shkrim, i njëjti formë me buzëve, i njëjti shpirt. Ai buzëqeshi dhe tha: "Faleminderit nën." Ajo nuk foli, vetëm qau, sepse disa braktisje nuk lindin nga mungesa e dashurisë, por nga varfëria që e gjunjëzon edhe zemrën më të fortë.